Uthulla e mollës trajton këto probleme që prekin moshat mbi 40 vjeç, por si duhet që ta përdorni? Uthulla e mollës është një produkt i prodhuar nga molla, një përbërës kryesor i cili afrohet nga fermentimi i sheqernave dhe majas dhe gjithashtu është një përbërës i cili mund të përgatitet me të turshia, marmalata, salcat e ndryshme dhe pije të ndryshme. Mirë po, uthulla e mollës vjen edhe me një ndihmë të mirë për shëndetin tuaj kundër një sër komplikacionesh. Prandaj në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i uthullës së mollës. Sipas studimeve të fundit, mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit dhe të promovojë para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Humbjen e peshës, ndër efektet pozitive në mbrojtjen e organizmit, por jo vetëm kaq. Uthulla e mollës mund të përdoret gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të artritit dhe shenjave të tij. Ndryshimi i mënyrës së jetesës mund të jetë një mënyrë lehtësuese kundër problemeve të artritit, duke u përfshirë edhe mënyra ushqyerjes. Gjithashtu mund të përdorni mjete mjekësore ndërkaq. Njëra ndër to është edhe përdorimi i uthullës së mollës. Uthulla e mollës është e shkëlqyer për të trajtuar edhe lehtësuar dhimbjet e nyjeve, veçanërisht ato të shkaktuara nga problemet e artritit. Veç të tjerash është një antioksidant i fuqishëm i cili mund të ndihmojë në pastrimin e organizmit nga helmet e dëmshme. Mënyra më e mirë e përdorimit të uthullës së mollës është edhe e vlefshme pas moshës 40 vjeçare. Ato mund ta përdorni në formën e dushit. Përzieni një gotë uthull molle me 6 gota ujë dhe lagni duart ose këmbët ose i mbani në të për të paktën 20 minuta. Nëse keni dhimbje të qafës ose edhe pjesëve të tjera të trupit, mund të vendosni kompresat me uthull molle në vendin ku keni dhimbje, ose të laheni me këtë përbërje për të lehtësuar simptomat derisa të merrni trajtimin e specializuar Cytonel Thisai. Ato mund ta përdorni gjithashtu edhe kundër problemit të nyjeve. Përzieni 2 lugë supe uthull molle me 1 lugë supe vaj ulliri. I përzieni mirë dhe fërkoni këtë tretje në nyjet ku keni shqetësime. Fërkimi i rregullt ndihmon në lehtësimin me efikasitet të problemeve dhe ndihmon në mbajtjen e qafës edhe më të lehtësuar. Kështu, nëse keni dhimbje të nyjeve dhe shqetësime të tilla, mund ta përdorni uthullën e mollës si një lehtësues në pamjen e jashtme të shëndetit. Uthulla e mollës është e pasur me element ushqyes shumë të rëndësishëm dhe të dobishëm në mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Përbërësi kryesor i uthullës së mollës është acidi acetik, që i jep asaj një aromë të fuqishme. Studimet nxjerrin në pa se ky acid është përgjegjës për përfitimet e tij shëndetësore pasi përmban 5 deri në 6% acid acetik. Uthulla e mollës ndihmon në largimin e bakterieve të dëmshme. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në largimin e patogjenëve, të cilët mund të shkaktojnë lloje të ndryshme të inflamimeve. Uthulla e mollës gjithashtu vepron si një ruajtëse e ushqimeve dhe sipas studimeve tregohet se ajo është një element i fuqishëm kundër bakterieve Escherichia të cilat rriten dhe prishin ushqimin tuaj. Përfshirja e uthullës së mollës në dietën tuaj mund të ndihmojë gjithashtu në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Nëse doni të arrini një peshë më të mirë trupore, përfshiheni si duhet uthullën e mollës në dietën tuaj. Kështu ndikimi i saj në dietën tuaj do të jetë i plotë dhe gjithashtu do të lehtësojë komplikacionet. Uthulla e mollës si fillim duhet të tretet në një gotë me ujë dhe të konsumohet vazhdimisht. Kjo do ju ndihmojë që të qëndroni të ngopur për më gjatë dhe të evitoni dëshirën për ushqime jo cilësore. Uthulla e mollës është një ndihmë që të qëndroni i ngopur derisa të evitoni ushqimet me kalori të tepërta. Uthulla e mollës është një produkt fantastik në përmirësimin e shëndetit kardiak. Problemet e zemrës janë një nga shkaqet kryesore të humbjes së jetës, të cilat mund të reduktohen me konsumin e duhur të uthullës së mollës. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit total,
triglicerideve, lipoproteinave me dëndësi të ulët dhe lipoproteinave me dëndësi të lartë, sipas një vlerësimi të ulëntimeve të vitit 2020, sipas Brightside. Uthulla e mollës do ju ndihmojë të përmirësoni shëndetin e lëkurës. Uthulla e mollës përdoret edhe si një trajtim tipik për problemet e lëkurës siç janë ekzemat, lëkurat e thata. Lëkura ka një aciditet të lartë nga natyra, megjithatë mund të jenë më pak acide për njerëzit që kanë ekzema. Aplikimi i uthullës të holluar mund të ndihmojë në rivendosjen e ekuilibrave të paheshit në lëkurë dhe të forcojë barrierat që mbron ato. Për më tepër, pastruesit alkalin dhe sapunërat mund të përkeqësojnë ekzemat dhe të shkatrojnë në një shpërthim, i cili gjithashtu mund të neutralizohet nga vetit antibakteriale të uthullës së mollës. Uthulla e mollës gjithashtu është një produkt fantastik që mund t'jap shumë vlera shëndetit tuaj. Uthulla e mollës cilësohet si një ilaç popullor në shtëpi. Njerëzit e kanë përdorur atë ndër shekuj me rrallë për gatim dhe për mjekësi. Shumë njerëz pretendojnë se ajo lehtëson një gamë të gjerë të komplikacioneve, ndaj përdorimi i saj në përditshmërinë tuaj mund të jetë një ndihmë efektive edhe në trajtimin e këtyre shqetësimeve. Ndaj përdorimi i saj në mënyrë të drejtë dhe brenda elementeve ushqyes do të nxjisë një organizëm më të fuqishëm. Uthulla e mollës është e lartë në substanca të shëndetshme. Uthulla e mollës bëhet duke fermentuar sheqerin nga molla. Kjo i kthen ato në acid acetik, i cili është një përbërës kryesor aktiv i uthullës që mund të jetë përgjegjës për trajtime të ndryshme shëndetësore. Ndaj, sipas ekspertëve, përdorime të tilla të uthullës së mollës mund të jenë një ndihmë shumë e mirë lehtësuese për ju. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në shkatrimin e bakterieve të dëmshme. Substancat kryesore të uthulla e mollës mund të vrasin në bakteriet të dëmshme dhe të parandalojnë shumimin e tyre. Ajo njihet si një disinfektues natyral për shëndetin tuaj dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Ndaj, sigurohuni ta përdorni si duhet uthullën e mollës në mënyrë që të merrni këto përfitime. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në reduktimin e niveleve të sheqerit në trup. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese në situatën tuaj, por mund të ndihmojë kundër problemeve të stabilitetit të dobët të sheqerit në trup. Ndaj, nëse doni të përfitoni më shumë nga vlerat e saj, përfshiheni atë si duhet në dietën tuaj, citojnë në studimet. Uthulla e mollës mund të ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Studiuesit tregojnë se uthulla e mollës mund të rrisë ndjesinë e ngopjes, e cila do ju ndihmojë të hani më pak kalori që mund të çojë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Uthulla e mollës mund të përmirësojë shumë mirë shëndetin tuaj të lëkurës. Uthulla e mollës është natyrë acide dhe ka veti të mira antimikrobike. Kjo do të thotë se mund të ndihmojë në përmirësimin e barrierës së lëkurës dhe parandalimin e problemeve të saj. Ndaj, përdorimet të tilla të uthullës së mollës mund të jenë një ndihmë shumë e mirë edhe në rastin tuaj. Uthulla e mollës duhet të përdoret gjithmonë me kujdes dhe brenda normës lejuar. Por ka disa sekrete që duhet të dini nëse doni të përdorni uthullën e mollës në përditshmërinë tuaj. Studimet tregojnë se uthulla e mollës nuk duhet të pihet asesi direkt nga shishja, pasi mund të shkaktojë edhe probleme në organizmin tuaj. Ekspertët këshillojnë që nëse përdorni uthull molle ta tresni atë më parë në ujë dhe më pas ta konsumoni sipas dëshirës. Është një nga praktikat më të mira ushqyese për shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni të përdorni uthullën e mollës si një zgjedhje të mirë lehtësuese kundër komplikacioneve, por nëse vuani nga probleme të rënda të shëndetit ose edhe keni medikamente që i merrni, përpara përdorimit është e rëndësishme të konsultoheni me specialistin për të evituar kështu gabimet në përdorimin e uthullës së mollës dhe kundër indikimet që ajo mund të shkaktojë në organizmin tuaj. Përdorimet të tilla të uthullës së mollës mund të jenë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj, ndaj përdoreni gjithmonë me kujdes. Vëmendje,
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.